Qarku i Dibrës është përfshirë nga rreshtet të Doborës paraditën e kësaj të enteje, duke shkaktuar problematika të ndryshme në lëvizjen e automjeteve. Aktualisht rruga Arbrit është e qarkullueshme, por drejtuesve të mjeteve ju kërkohet pajisja me goma dimrore ose me zinxhir. Ndërkohë situata pritet të përkeqësohet në orët në vijim, pasi parashikohet që temperaturat të zbresin disa gradë nën zero dhe mund të shkaktojnë ngritës dhe akull në rrugë. Trashësia e borës rënë këtë të enjte në qarkun Dibër varion nga 10 deri në 20 cm, duke bërë që të krijojë vështirësi në qarkullimin e automjeteve. Situata më e rënduar është në Bulqizë Dibër, ku rreshtet vijojnë me intensitet të lartë shoqëruar edhe me erë të fortë. Rruga e Arbrit u bllokua për 2 orë për shkak të pranisë së madhe të Doborës. Është dashur ndërhyrje e policisë së shtetit në anën e Tiranës dhe të Klosit për të hapur qarkullimin e automjeteve. Policia rrugore këshillon të gjithë drejtuesit e mjeteve që lëvizin nëpërmjet rrugës Arbrit në qarkun Dibër drejt Tiranës dhe Anasjelltas të pajisen me zinxhir dhe goma dimërore. Ndërkohë probleme ka patur dhe në rrugën Bulqiz-Peshkopi dhe Peshkopi-Kukës për shkak të prezencës së Doborës. Shtabi i emergjencave civile është mbledhur dhe ka kërkuar që bashkitë dhe firmat kontraktore të jenë në terren për shkak se gjatë natës priten ngrica.